Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka dhuruar pajisje teknologjike të nevojshme për strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke mbështetur kështu Task Force-ën e re të SPAK-ut në përpjekjet e saj për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore gjatë zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Donacioni përfshi 25 laptop, 25 printera dhe skanera, si dhe aksesorë të tjerë të teknologjisë që do të përdoren nga grupi hetimor të shpërndara në të gjithë Shqipërinë. Pajisjet do të ndihmojnë 13 grupe hetimore në terren dhe strukturat qendrore të SPAK-ut, të cilat do të mbulojnë të 12 qargjet e vendit. Grupi i hetimit do të përbëhet nga prokuror të SPAK-ut, hetues të byros kombëtare të hetimit, agent financiar dhe personel mbështetës. Fokusi i këtyre grupeve do të jetë parandalimi dhe hetimi i krimeve që lidhet me kishpërdorimin e administratës publike, infrastrukturës shtetërore dhe përfshirjen e grupeve kriminale në zgjedhje. Përveç asistencës teknike do të ofrohen trajtime për rritjen e kapaciteteve të prokurorisë hetuesve dhe agjentëve financiar që synojnë forcimin e aftësive të tyre për mbledhjen dhe analizimin e provave që lidhen me krimet zgjedhore. Në ceremoninë e dhurimit, kryetari i prezencës së OSBE-s Michel Taran dhe drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani theksuan rëndësinë e forcimit të mekanizmave institucional për mbrojtjen e proceseve zgjedhore dhe sigurinë e demokracisë.